Mjeku jep urdhër kur mos përdorni peshqir për fytyrën, ja pse. Janë të shumta gabimet që bëhen në përditshmërinë tonë teksa kujdesemi për fytyrën, por sipas dermatologëve një ndër gabimet më trashanike është përdorimi i peshqirit për të tharë fytyrën. Fillimisht peshqiri për fytyrën nuk duhet të jetë i njëjtë me atë të trupit. Dermatologët shprehen se përdorimi i peshqirit mund të përhap baktere në lëkurën e sapo pastruar, duke shkaktuar puçra në fytyrë, ndërkohë që fytyra e lagur vepron si një sfungjer dhe do të përthithë më shpejt të gjitha produktet që ju do të vendosni pas së dushit. Ndaj, lajini fytyrën me ujë të rrjedhshëm dhe lejoni atë që të marrë frymë. Më pas mund të aplikoni të gjitha produktet që përdorni në përditshmërinë tuaj. Pra, herën tjetër tregoni të kujdesshëm se çfarë vendosni në fytyrën tuaj.